Si e ke emrin plot të ban? Bariam Rana. 6 vite ka që është verbuar, i pas 3 i lënë në fshirë të fatit, asnjëri s'e ndihmon. Duke u kthyer për në shtëpi, gjej këtë personin këtu në rrugë. Edhe vi e pyes, "A ke ngrënë buka ajo?" "Jo", tha. I thash, "Më prit të shoh çka kam në shtëpi, t'jap për të ngrënë." Ky i ri quhet Miguel, është 18 vjeçar dhe jeton në Pojan, një nga fshatrat më të mëdhenj të Shqipërisë, rreth 160 kilometra larg Tiranës. Ndërkohë që i moshuari për të cilin po flet dhe që më përpara e ka regjistruar në celular, është Bajrami, një ndacak 69 vjeçar i verbër, ndaj të cilit jeta nuk është treguar as pak bujare. Gjithashtu, atë natë e regjistrimit të videos, prezent ishte edhe vëllai i të riut, Klevisi. Më erdhi gjyna dhe futa brenda, thash të bëj diçka për të nëse ka mundësi ta ndihmojnë, është edhe i vetëm, nuk e suporton asnjëri fare. Ti e njeh, kishe parë ndonjëherë tjetër në fshat apo jo? Po pe fshat thjesht po kisha kohë pa e parë tu për ta. Në të vërtet, Bajrami është një personazh që njihet në Pojan. Ai prej kohësh bën këtë jetë të ndacakut, i keq veshur dhe i keq ushqyer. Prej sa ditësh po qëndron në shtëpinë tuaj? 3 ditë bëri sot. Dhe në këto 3 ditë, pamja e të moshuarit është krejt e ndryshme nga sa e kishim parë në video. Flokët të prerë, mjekra e hequr dhe dukshëm më i pastër nga momenti kur e kanë gjetur 2 djemt. Atë darkë që e nxorra në TikTok live. Panë situatën e tia, ishte 6 vjet pa la, edhe një zonjë aty që punonte me shtëpia pleqësh, e pa, edhe më tha, do vi unë nesër, ta laj, ta shplaj, ti sjell dhe rroba të reja. Thënë ajo, zonja erdhi privatisht, jo se punonte në një institucion publik. Po erdhi privatisht, unë do ta laj, tha, si baban tem, se më kputet shpirti kur e shoh. Kjo zonjë, të cilën ende sot nuk e njohim, ka bërë një akt njerëzor që jo të gjithë janë të gatshëm ta bëjnë. Falas dhe për më tepër në anonimat. Një akt solidariteti që e bëri atë bashkë me 2 vëllezërit për të ndihmuar dhe për të mos e lënë më vetëm një njeri që ishte harruar nga e gjithë bota. Ke qenë rehat këto 3 ditë këtu? Shumë i faleminderit. Dash për bukë, dash për gjell, dash për cigare, dash për çdo gjë. Ta çunat këtu Klevisi me Miguelin të gjetën në rrugë apo jo? Miguel aty në betë, pap. Po pse çfarë të ndodhi atë ditë? Po lodha më betë ka kemë të, barova. Të kishte të atë me atë jashtë kishte ngortur. Por kjo gjë fatmirësisht nuk ndodhi, ndërkohë që ne pak nga pak nisëm të hymë në bisedë me 69 vjeçarin, i cili me sa duket nga vite të kaluara në vetmi. Përgjigjet i ka të shkurtra e të prera. A ke familje, ke fëmijë? Ja, s'kam fëmijë. Ke motra vëllezër? Po. Ku i ke? Po janë. Po flet me ata? Jo. Pse çfarë ka ndodhur që nuk flet? Ata veç, marrë veç, shtëpi veç. Bajrami ka humbur vetë kontaktet me të afërmit, më shumë për një zgjedhje personale, sesa për shkak të konflikteve apo përplasjeve në familje. Po përpara në rini, çka ke bërë ti? Çoban ka vajtur. Puna si çoban të pëlqente? Mirë keq ajo ishte. Po sa vite ke punuar aty? Këto 6 vite ka lënë. Kur punoje si çoban, të paguanin mirë? 100.000. Anja pinjat, 100.000 ka për kafe mirë. Pavarësisht se ka vite që nuk punon më, duket se Bajrami nuk e harron punën e tij dhe ende sot kujton këngët që dikur këndonte si bari. Çiki, bum bum bum. Ujkë flet tez gjon, ujkë flet tez gjon, ujkë flet tez gjon, ujkë flet tez gjon. Por edhe jeta e çobanit nuk zgjati shumë, duke qenë se për shkak të moshës dhe shikimit gjithnjë më të kufizuar, nuk mund ta përballonte më punën, ai u detyrua të largohej nga stanet dhe tashmë prej 6 vjetësh jeton në kushte shumë të vështira, e për më tepër thuajse i verbër. Problemin me syt prej sa vitesh e ke? 6 vite. Ti je plotësisht i verbër apo shikon pak? Po nuk shikoj pak para. Po si ja bën për të orientuar? Me shkop. A ke mundur që të bësh ndonjë kontroll për syt tek mjeku? Na zënë një para. Taksoj para, s'kam para. 69 vjeçari e përballon jetesën me një shumë tërësisht të pamjaftueshme, qoftë edhe për një person të vetëm, e pa shumë shpenzime siç është ai. A ke pension ti Bajram apo jo? 50.000 të ditë janë. Pavarësisht këtij pohimi të sinqert, që ngjall dhimbje dhe revolt njëkohësisht, Bajrami përpiqet i marrë gjërat me buzëqeshje, edhe pse duket se është bërë pishman për disa zgjedhje që ka bërë gjatë jetës. Po familje pse nuk e krijuar asnjëherë? Ka lulem, nuk desha të rinja shumë, çupa. Prandaj nuk e krijuar familje nga që nuk e dashur. Nuk desha, lutem, vendor të lut hajde të martoj, më jenë beta, do vdesim të mbeti në rrugë me marrë shkret. Jo, mirë. Po tani e bër pishman? Atë nuk kërkova atë marrë. Ko ka bën, kemë të bojnë. Duke prekur argumentet e jetës së tij të tanishme, kuptojmë që Bajrami shpesh ngatrohet në ato që thot. Është herë i paqartë dhe nuk na thot me një herë të vërtetën.
Po bërë të larë, si ja ke bërë? Këto 6 vjet, 2 herë e blarë. Të ka marrë ndonjëri në shtëpi të ti, apo je larg kështu rrugëve? Në shtëpi të vet. Po ku e ke shtëpinë ti? Unë dhe lojtë të tërë jonë. Pra, Ndacaku 69 vjeçar e ka një banesë, edhe pse këtë nuk na e pohoi në nisje të bisedës, kur kërkonim të dinim çdo gjë për jetën e tij. Do na çosh çik të shtëpia jote? Hajde. Në të vërtet, banesa për të cilën na foli është një ndërtesë e braktisur, që ndodhet në një cep të fshatit Pojan, e kthyer në strehën e të moshuarit të vetmuar. Të vetmit që i bëjnë shoqëri janë këta 200 të sëmur, që rrinë gjithkohës brenda në shtëpi. Këtu fla. Po, Sa vite ke ish fla këtu? 6 vjet. Kur është dimër si ja bën ti, nuk ka. Ja, kështu e levë. Dimër barë. Po nuk është ftohtë? Kam pi 75 kg raki këtu. S'kam dalë nga dimër. Një tjetër shkak një jetë e larg të afërmve dhe miqve të dikurshëm. Po për të mbuluar në çambulosh apo? Ja, Me këto. Po ku i ke gjetur këto rrobat? mi japin. Prezervat. Gjuna. Brenda të ashtu quajturës banes, qëndrojmë shumë pak, madje mezi presim të dalim për shkak të erës tepër të rëndë që vjen aty brenda. Prandaj, i kërkojmë Bajramit të rikthehemi sërish në shtëpinë e 2 djemve që e ndihmuan. Por këtu, përballemi me një ndryshim plani. Ndacaku nuk pranon të dalë nga shtëpia. Do ikim pak të shtëpia këtij djalit Miguelit, atje ku ishim çfarë? Shtrama ti më. Hajde, s'ke ngrënë gjë. Ke ngrënë gjë sot? Ja, bolle kam të amit. Vetëm gjë pak, se as ne s'kemi ngrënë. Do vish dhe ti dhe do ham drejt gjithë atje, mirë? Hajde. Erdha shpitoj me mjas botësh. Bajrami është kokfort dhe duket se nuk ka më dëshirë të bashkëpunoj, edhe pse kishim vendosur të angazhoheshim të gjithë për të kaluar ditën me të. Do rrish këtu tani? Këtu do ri. Mirë, rri këtu se do vim të cilin bukë. Mirë më. Dakor Tu tje? jam. Pavarësisht këtij vendimi, i morëm ushqim për disa vakte e u kthyem sërish në shtëpi, ku ai na priste ashtu siç na premtoi. Kjo jetë e një 69 vjeçari të verbër, që ende rrugëve të fshatit, nuk besojmë të jetë e panjohur për institucionet. Prandaj, me të lënë ushqimet në shtëpinë e tij, marrim rrugën drejt Maliqit për të kërkuar bashkëpunimin e shërbimit social të bashkisë. Por atje nuk është se kishe shumë ide për një far Bajram, Ndacak dhe i verbër që sillej rrugëve. Nuk e di për çfarë rast më thoni. Ju lutem drejtoni institucionin me shkresë, ma nuk më lejohet të jap informacion. Drejtoresha, është një gjë shumë bazike të japësh informacion dhe të japësh zgjidhje për një person që jeton në kushte të vështira. Juve mund të më thoni, keni qenë te rene, keni parë se keni parë çan ndihmë, keni ofruar çan ndihmë, Jo të pyesë don stafin të shikoj si është rasti. Po mund t'i pyesësh, nëse nuk e dini, mund t'i pyesësh tani. Patjetër do të pyes. Zakonisht referimet në çfarëdo lloj institucioni ka një formular të posaçëm që bëhet referimi. Jemi krejt dakord që zonja duhet të njihet me rastin. Jemi dakord se nuk mund t'i mbaj mend të gjitha problematikat e njerëzve në nevojë të bashkisë që mbulon. Por në këtë rast, ne ja kemi dokumentuar dhe po kërkojmë ndihmë konkrete për një situatë urgjente. Shihet qartë që përballë kemi një burokrate, e cila zgjidhje do t'i kërkojë gjithmonë me shkëmbime të njëpasnjëshme shkresash të kota, që në fund nuk zgjidhin asgjë. Në rast se një banesa rrëzohet, e zëm nesër, atë e zë ajo banesa aty do mbani përgjegjësi ju? Ke shumë të drejtë. Apo do prisi kërkesën me shkrim? Jo, ke shumë këtë të drejtë. Është një rast, nuk mund të them raste kemi plot, ka shumë vështirësi, jemi bashkë i vogël, patjetër që ka shumë raste që duhen ndihmuar. Nuk e vë në dyshim këtë gjë. Faleminderit që më njoftove, që referove rastin, më lër të bëj punën time. Punën tuaj mund ta bëni në terren. Këtë kamionë që po ju them, të shkojmë në terren e shikojmë rastin, kaq. Organizojmë ne. Ne kemi stafin, Çfarë ka kaq të vështirë? Drejtoresha, nëse që s'keni asnjë nga punonjësit tu dakord, tregoj sinqert tuaj s'ka asnjë nga punonjësit dhe nuk vi dot atje. Sa po kthyen vëzët nga terreni? Më në fund një lajm i mirë dhe një shtrirje dore për bashkëpunim. Të paktën për momentin. Ne jemi për Bashkinë Maliq, monitorojmë rastet Bashkisë Maliq, Çfarë pozicioni keni? punojnë sociali Bashkisë Maliq. Tani, nuk e di çfarë problemi keni ju me rastin. Është një zotri. Në momentin që ne marrim informacionin e marrim. Çfarë problemi shkeni nuk po më Po shumë mirë, tani ti po na mëson punën e këtu. Punojësja e shërbimit social është dukshëm e shpërqendruar dhe thuajse nuk dëgjon se çfarë i themi. Kjo edhe për një fakt të thjesht, është të angazhuar të na filmoj me celular për të pasur të dokumentuar gjithë bisedën. Po për fatin e saj të keq nuk e ka mësuar ende që ne nuk manipulojmë, nuk ndajmë apo tjetërsojmë bisedat që bëjmë nëpër institucione. Këtë po e kupton tani që po shtet të plota pamjet e asaj dite. Do vini te shtëpia? Po patjetër që do shkoj.
Sot. Unë do shkoj direkt atje 10 minuta Po, mund të shkoni, po. Nëse nuk vini sot, do të regoni thjesht që nuk bëni Nëse rast për të menaxhuar, hajde bëjmë bashkë dhe menaxhojmë. Po këtë po ju them që prej Po më fillimit. lejon atëherë të bëj punën time. Patjetër që do vë, mund të jeni dhe ju atje, do çoj grupi Jo, punës. do shkoj sot thash. Shko, pra grupi punës do vi aty. Pas bisedës me ta, ne shkuam sërish përpara banesës së Bajramit për të pritur shërbimin social dhe pak minuta më vonë na erdhi një mesazh nga drejtoresha, e cila as që e mori mundimin të paraqitej pranë shtëpisë, me justifikimin se duhet të respektoj procedurat ligjore. Por edhe ne nuk u lodhëm, me qenë se drejtoresha i kishte me shumë merak shkresat, ne i dërguam një kërkesë për informacion, për të mësuar se çfarë është bërë ndër vite për zotin Bajram dhe çfarë zgjidhje mund të jepen të ardhmen. Bashkia e Majliqit bën me dije se me rastin e zotërisë është njohur për herë të parë në vitin 2022, pas një njoftimi nga drejtoria e Spitalit Korç. Në përgjigje thuhet se me ndihmën e komunitetit dhe bashkisë, Bajram Ganolli është strehuar në banesën ku jeton aktualisht dhe se ai është furnizuar her pas here me orendi nga donatorë të ndryshëm për shkak të pakujdesisë dhe dëmtimit të tyre, si dhe me ushqim të gatuar çdo ditë. Për ushqimin nuk kemi shumë të bindur. Bashkia Maliq thot se i moshuari shfaq vështirësi të theksuara për të pranuar ndihmën. Pavarësisht se siç e pam, ai mirëpriti të gjitha ndihmat që i ofruam atë ditë. Megjithatë, në përfundim shkruhet se pas vizitës tonë është bërë përpjekje me një psikolog për vlerësimin e gjendjes psikosociale dhe identifikimin e mundësive për ndërhyrje më të specializuar. Është rihapur procesi për sistemimin e tij në një institucion rezidencial dhe janë duke u ndërmarrë hapa për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm për përfitimin e pagesës për aftësi të kufizuar për shkak të verbërisë. Kaq shumë punë në kaq pak kohë. Po pse duhet të shkojmë ne deri në Maliq për të vepruar shërbimi social në ndihmë të një hallexhiu? Gjithmonë nëse ka vepruar.